Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, në këtë dritare të bukur për të ndarë së bashku ngjarjet më të fundit, lëvizjet më të fundit në fakt që po ndodhin në jetën e artistëve. Po komentojmë, po flasim, po sjellim gjërat më të bukura pranë jush. Dua të ndaloj tek Brikena Selmani dhe tek sukseset e saj. Brikena, realisht, ndryshe nga banorët e tjerë, unë mendoj që Brikena ka qenë më e bekuar dhe Brikena është duke shijuar më së shumti suksesin e bukur që Big Brotheri i fali Brikenës. Do me thënë, i fali një audiencë të gjerë, i fali një famë të papritur, një famë që Brikena as nuk e mendoi, as nuk e logjikoi, por as edhe nuk e priste. Më thënë, gjithçka për Brikenën ishte e papritur, gjithçka ishte një dritare që Brikena nuk e imagjinonte dot që do ta kishte fatin ta jetonte këtë dritaren. Me njëherë pas afrimitetit që Brikena bëri me Mateon, që unë gjithmonë do me thënë kam qenë pak skeptik në ndarjen e tyre, sepse unë besoj të dashuria dhe them gjithmonë e kam thënë këtë gjën, dy njerëz që vërtet dashurohen, dy njerëz që vërtet e duan njëri tjetrin, dy njerëz që vërtet e jetojnë, e shijojnë njëri tjetrin, nuk ka shanse që të ndahen brënda një dite dhe të ndahen brënda një minutja. Do me thënë, ka krisje me patjetër që ka, sepse në çdo çift i cili jeton, shijon momente të bukura, ka dhe krisje, aty ku ka xhelozi ka dhe krisje, aty ku ka dashuri ka dhe hidhërim. Por që të ketë ndarje, unë këtë nuk e kam besuar asnjëherë dhe nuk vazhdoj realisht që ta besoj një mundësi të tillë për ndarje për Brikenën edhe Mateon. Por shoh një mundësi, do me thënë që Brikena tashmë i dha Mateo së dyti, po shijon momentin, po jeton momentin, po kënaqet me njëri tjetrin dhe po bëjnë të lumtur marrëdhënien e tyre duke ndarë çdo moment të bukur në rrjete sociale. Tani, Brikena së fundmi ka ndarë një video ku ka marrë shumë surpriza nga fanset e saj. Brikena në Instagramin e saj, në story, ka publikuar një buket, në fakt janë 2-3 buketat mëdha me lule, që i kanë ardhur Brikenës si dhurat për këtë moment kaq të bukur, për këtë çast kaq të bukur, një mirënjohje që i ka ardhur Brikenës nga fansat e saj, nga fanbase-et në fakt që janë hapur në emër të saj, dhe Brikena ndihet shumë e bekuar dhe shumë e kënaqur, gjithashtu edhe letra falenderimesh, letra dedikimesh që në fakt vetëm fansat din t'i bëjnë këto lëvizje. Brikena në Instagramin e saj ka shkruar: "Faleminderit nga zemra për gjithë lulet, dhuratat dhe dashurinë që më dhuroni çdo ditë. Edhe për buqetën më unike që kam marrë ndonjëherë, me hudhra në vend të luleve." Do të ka qenë buket me hudhra. Hudhrat zakonisht në traditën shqiptare jepen për mësysh. Tani, ju betohem që më keni bërë të qesh me shpirt. Ju dua shumë dhe jam me fat që ju kam pranë, thot Brikena Selmani. Do me thënë, Brikena me shumë krenari është drejtuar tek fansat e saj me këtë dhuratë kaq të bukur që ajo e ka marrë në këmbim të suksesit të saj, të lumturisë, të bekimit që i fali ky emision dhe dashurisë me Mateon. Do me thënë, e shoh Brikenën shumë të realizuar, e shoh Brikenën shumë të lumtur dhe mendoj që çdo ditë do t'i shkon kaq e mirë.